Unë kam pas një kolpo alergjie që më dha shumë të fortë. Nuk e kisha deri një ditë përpara, bie shi të nesërmen, ditën e shfaqjes bie shi dhe unë bllokohem. Domethënë ajo ishte një kolpo shumë e fortë për mua. Arrita të shpëtoj vetëm teknikisht, normalisht me ndihma, sepse ekzistojnë dhe ndihma konkrete, domethënë që mund të marrësh dhe të shpëtosh për atë moment. Por gjithmonë bazuar në teknikë, sepse vetëm ajo nuk të ndihmon. Nuk do të thotë që ti pive diçka, të dha një boost të fortë dhe ti ja dole. Problemi është që ti shkatron kordën, nëse ti nuk e jep teknikisht pastër, ti duhet bash po teknikën njësoj sikur korda është e shëndetshme. Që kjo ty të shpëton për të nesërmen, kur del edhe efekti një ilaçi apo ku di unë se çfarë, kjo është. Ka ndodhur, do ndodhi dhe është e pashmangshme sepse në fund fare jemi njerëz të gjallë. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.